Institucionet e pavarura do të kalojnë qetë qershorin dhe korikun pasi nuk do të paraqiten në kuvend për të dhënë llogari për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2024. Raportimi vjetor duhet ishte bërë në pranver, por deputetët ishin në fushat e tani pasaj shumica janë të zhgënjur që nuk do të jenë në kuvendin e ri dhe kanë braktisur detyrat kushtetuese në fund të mandatit. Kjo ka bërë që mazhoranca socialiste të ndryshojë planin e punës të kuvendit dhe të shtyjë raportimin e institucioneve të pavarura për në shtator kur të betohen dhe fillojnë nga puna deputetët e rinj. Kështu autoriteti me vëmendjen më të lartë SPAK nuk do të raportojë në Komisionin e Ligjeve në 24 qershor, siç ishte parashikuar në kalendar. Mësohet se dhe Altin Dumani si dhe drejtuesit e tjerë të institucioneve të pavarura do të thirren në shtator. Nëse do të vinte tani, drejtuesi i prokurorisë së posaçme do duhet të paraqitej në Komisionin e Ligjeve, kryetaria e të cilit Lotilda Bushka është në hetim nga SPAK dhe nuk është e vetmja. Listës në rrjetin e SPAK i bashkohen të majtet të djathtë, Ndreca, Gjiknuri, Xhaçka, Mediu, Dogjani e Kryemadh. Kalendari i punimeve të kuvendit parashikon dhe dy seanca të tjera në 26 qershor dhe një të fundit në 3 korrik. Dhe në asnjërin prej tyre nuk është parashikuar raportimi i krerëve të institucioneve apo miratimi i rezolutave për ta. Pas së zgjedhjeve, komisionet parlamentare dhe seanca plenare kanë pasur vështirësi për të zhvilluar mbledhje për shkak të mungesës së deputetëve, sidomos të atyre që pas 11 majit kuptuan se nuk do të jenë më deputet në 4 vjeçarin e ardhshëm. Më shumë se gjysmën e sallës, 82 deputet aktual nuk do të rikthehen më në shtator. 45 nga Partia Socialiste, 34 nga Partia Demokratike dhe 3 nga Partia Social-Demokrate.